Përshëndetje të nderuar teleshikues të RTV Islam, do të jemi bashkë në emisionin Drejt Rrugës së Vërtet. Deri në momentin e cilës iftarit, unë do të shoqëroj me disa porosi dhe tregime. Në porosia e parë ne mësojmë se pajtimi mes njerëzve është një vepër shumë e vlefshme. Prej Enesit radiallahu anhu transmetohet se pejgamberi alayhis salam I ka thënë: "A dëshiron të lajmëroj për një tregti që më të do të shpotosh nga dënimi e do të meritosh kënaqësinë dhe shpërblimin e Allahut?" Ai tha: "Po." Pejgamberi alayhis salam tha: "Pajtoj njerëzit kur ata mes vete hidhërohen dhe afroj kur ata largohen." Porosia e dytë, ne mësojmë se duhet pra dhikri të përmendurit e Allahut që I cëllën zemrën dhe shpirtin e muslimanit. Për Ibn Omerit radiallahu anhu transmetohet se pejgamberi alayhis salam ka thënë përpos dhikrit: "Mos folni shumë, sepse të folurit shumë ashpërson zemrën. Njerëzit më larg Allahut janë ata që kanë një zemër të ashpër. Zemra e ashpër është ajo në të cilën nuk pranon këshilla, Kurani e as ndodhi të cilat zbusin zemrën e njeriut." Ditën e djeshme ne folëm për historinë e Habilit dhe Kabilit. Sot do trajtojmë se kush është përgjegjësi për vrasjen e Habilit. E bëjmë këtë pyetje pasi rrëfenjat hebrejake fajsojnë motrën e Kabilit për vrasjen e Habilit, ashtu siç fajsojnë Havan për nxjerrjen e Ademit nga xheneti. Ky është një gabim I madh, pasi Kurani fajin për vrasjen e Habilit ja vë vetë vëllait të tij, Kabilit. Kur bie përgjegjësia mbi femrën për krimet që ndodhen, kur ajo nxit tek burrat epshe dhe I tundon me ecjen e saj, me veshjen e saj të shkurtër dhe të dukshme, mërzëren e saj, thot Ibn Abazi, çdo grua kur del nga shtëpia I thot shejtani, pra çdo burri që kalon, e li pa mend dhe me bukurinë tënde, kur të kthehesh në shtëpi I thot që nëse vishes, ecën, lyesh, në këtë mënyrë do të bëhesh edhe më e bukur. Kjo gjendje vazhdon për një kohë të gjatë dhe gruaja mësohet me këtë mënyrë sjelljeje. Nëse e pyesim se përse vishet në ato mënyrë, thot: "Unë këtë nuk e bëj për të rrequr vëmendjen e burrave, por thjesht se kështu më pëlqen." Kjo për shkak se ajo mësohet me këtë lloj jete dhe I duket normale tashmë, është vetë shejtani që e largon prej saj dhe arritja të qëdeshi. Kur gruaja arrin në këtë pikë, është ajo është bashkëfajtore me burrin në krim. Le të themi përsëri verseteve të Kuranit, të cilat flasin mbi historinë e Habilit dhe Kabilit, thot Zoti në Kuran: "Dhe tregoi atyre historinë e dy djemve të Ademit." Fillimi I fjalisë me lidhjen dhe tregon se kjo fjali ka lidhje me fjalinë e mëparshme. Versetet 20-29 flasin mbi historinë e Musait alayhis salam me xifutët, teksa duhet të luftonin për të hyrë në Palestinë, kurse ata refuzonin. Pyetja që lind është: ç'lidhje ka historia e xifutëve që kundërshtuan Musan për të hyrë në Palestinë me historinë e dy djemve të Ademit alayhis salam? Përse këto dy ndodhi lidhen me pjesën lidhëse dhe? Megjithse, duken sikur nuk kanë asnjë lidhje mes tyre. Përgjigja është se xifutët refuzuan kërkesën e Musait për të luftuar që të hynin në Palestinë, pasi kishin frikë se mos vriteshin, kurse Kabili u nxitua derisi vrau vëllait të tij. Duke I përmendur këto dy histori pranë njëra tjetrës dhe duke I lidhur me pjesës lidhëse, sikur Zoti na tërheq vëmendjen që edhe frika, edhe vrasja janë të papranueshme dhe janë gjunahe, pra Zoti kërkon që ne të jemi trima, por jo të nxituar dhe të rrëmbyer. Një verset tjetër në surën El Maide, Musa I drejtohet Zotit duke I thënë: "O Zot, unë nuk kam në dorë veten time dhe vëllain tim, prandaj na ndaj nga populli I shturur." Këtu tregohet interesi dhe mshuria e Musait për vëllain e tij, Harunin. Krahasuje këtu me Kabilin, I cili I tha vëllait të tij: "Do të vras." Me këto versete, Zoti sikur na mëson që vëllai është gjaku dhe një pjesë e jotja, prandaj duaj edhe ruaj dashurinë për të. Ajo që I ndan këto dy ngjarje nga njëra tjetra në Kuran është vetëm pjesë e lidhëse dhe kjo tregon dhe një herë rëndësinë që kushton Kurani, mirëshkurjes mes vëllezërve. O ju të rinj dhe të reja, të kesh vëllezër dhe motra, është mirësi e Zotit, prandaj vlerësojeni një mirësi të tillë,
sillu mirë me ta dhe duaj sa më shumë, sillu mirë me ta, edhe nëse nuk janë të lidhur me Zotin, kur mos u sill me vëllain ose motrën, ashtu si të soll Kabili me Habilin, kur mos ja lejo vetes të ketë përçarje dhe grindje mes jush. Pasojat e Smirës, thot Zoti në Kur'an, dhe tregoja atyre historinë e dy djemve të Ademit që ofruan një kurban, ku njërit ju pranua dhe tjetrit jo. Ai që nuk ju pranua, tha, unë do të vras. Ka shumë urrente të vëllan, sa që I tha këto fjalë, ka shumë kishte punuar shejtani me të, derisa e bëri të thonte këto fjalë. Ka shumë ndjente e Smirë në zemrën e tij, sa që ishte gati të vras vëllan. Gjunahu I parë, I cili ndolli që me krijimin e njeriut, ishte mendimallësia e shejtanit. I dyti, ishte nxitja që I bëri shejtani Ademit alayhis salam dhe Havas për të ngrënë nga pema. I treti, ishte kur betua rrishëm sa I po këshillonte. I katërti, ishte joshja e grave. I pesti është Smira. Si që shohim, të gjithë këto janë sëmundje që prekin zemrën. Gjunahet që bëhen me zemër janë më të rrezikshme se ato që bëhen me gjymtyr. Smira, silia, urrejtja janë sëmundje që dominojnë dhe mënyrën të sjelljes më pas. Ka femra që kanë Smirë shoqit e tyre për shkak se kanë pasur sukses në martesën e tyre. Të tjerë ndjejnë Smirë dhe zili për kolegët e tyre që ngrihen në post. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ruhuni nga Smira, pasi Smira I djeg veprat e mira, ashtu si djeg zjarri drurin. Kurse, një thënie tjetër, ai thot, në zemrën e besimtarit nuk mund të bashkohet besimi me Smirën. Smira nuk djeg vetëm shpërblimin e punëve të mira, por ajo largon vetë besimin nga zemra, duke shndruar zemrën në një kukull në duart e shejtanit. Ilaçi I Smirës, shumë njerëz kalojnë shkrisa shoqërore dhe mendojnë se ato u kanë ardhur nga zilia dhe Smira. Më poshtë do të përmendim disa pika të cilat të mbrojnë nga zilia dhe Smira. Të lexosh surën El Felek dhe En Nas, të lexosh dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes, devotshmëria për Zotin dhe largimi nga gjunahet. Thot Zoti në Kur'an, çdo e keqe që të vjen, e ke nga vetja jote, çdo e keqe që u vjen është për shkak I veprave të tuaja. Përderisa ti u shmangesh gjunaheve, dije se Smira dhe zilia nuk do të kenë ndikim te ty. Ti mbështetesh Zotit siç duhet, thot Zoti në Kur'an, nëse Zoti të çon një të keqe, nuk mundet ta largoj atë askush tjetër veç ti, dhe nëse kërkon të jap një të mirë, nuk ka kush që të ndaloj atë. Lëmosha, sadakaja, nuk ka gjë që të mbron nga Smira siç të mbron sadakaja. Nuk ka të mirë që e mbron dhe shton atë, siç e mbron dhe shton atë sadakaja. Tu bësh mirë atyre që të kanë bërë keq dhe që të kanë zili, thot Zoti në Kur'an. E mira nuk është e barabartë me të keqen, të keqes përgjigju me të mirë dhe të shohës që armiku më I egur do kthehet në mikun më të mirë. Ata që kanë frikë nga syri keq dhe nga Smira, le të përmbahen porosive të mërsipërme. Këto porosi I ka përmbledhur dietari I njohur Ibn Kaimi për çdo që ka frikë nga Smira dhe syri keq. Pranimi I veprave ka sikush devotshmërinë. Zoti ja pranoi kurbanin Habilit, duke lënë kurbanin e Kabilit të papranuar. Ky e zemëroi Kabilin dhe filloi ta urrejtë vëllan për diçka që ai ishte I pafajshëm. Madje faji dhe përgjegjësia për mospranimin e kurbanit binte mbi Kabilin, pasi nuk e kishte pranuar ligjin e Zotit dhe nuk kishte shfaqur devocion në zgjedhjen e kurbanit. Këtë ja kujtoi vëllai I tij, ku I tha: Zoti u pranon vetëm të devotshmëve. Por çfarë është devotshmëria? Ajo është që Zoti të gjejë aty ku të ka urdhëruar dhe mos të gjejë në gjërat që ti ka ndaluar. Nëse bën këtë, dije se ti I devotshëm. Nëse të ka urdhëruar të falesh namazin e sabahut në xhami të gjejë, nëse të ka urdhëruar të jesh I sjellshëm me njerëzit, I tillë të jesh. Nëse të ka urdhëruar të mësosh leximin e Kuranit, të bësh të pamundurën derisa të mësosh. Nëse të ka urdhëruar të ulësh shikimin nga harami, bindju.
nëse të urdhëron për mirëshkruaje me farefisin, kur mos u hidhëro me ta, nëse të kanë dalur të ngresh zërin ndaj prindërve, kur mos e bëj diçka të tillë. Ço në mëngjes dhe thua i vetes, sot do e provoj, nëse mundem të jemi devotshëm apo jo. Çdo gjë që më ka ndaluar Zoti do e shmang, dhe çdo gjë që më ka urdhëruar të veproj, do e veproj. Kur të vijë darka, shiko se sa përqind je treguar i devotshëm. Nëse ke arritur 80% të devotshmërisë për atë ditë, gëzo dhe kujto versetin e Kuranit që thot: Zoti u pranon vetëm të devotshmëve. Kujto dhe versetin tjetër përgëzues, me të vërtetë që Zoti i do të devotshmit. Një nga njerëzit e ditur dhe të mirë, teksa po vdiste, e pan të qaj. Të pranishmit të habitur i thanë: "Për si qanë? Një kohë që ti ke bërë shumë vepra të mira." Ai i përgjigj: "Qaj, pasi Zoti thot, Zoti ju pranon vetëm të devotshmëve, dhe unë nuk e di nëse jam prej tyre." Unë nuk e shtrej dorën për të vrarë, kur Kabili e kërcënon vëllain e tij se do e vriste. Habili ja ktheu: "Nëse e shtrin dorën për të më vrarë, unë nuk e shtrej dorën time të vras. Unë kam frikë Zotin e botrave." Tregon Ibn Abasi se Habili ishte më i fuqishëm dhe më i ri se Kabili. Megjithatë, ai nuk deshi që armiqsinë të vëllait ja kthej me të njëjtën monedhë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Kush vdes duke mbrojtur pasurinë e tij, vdes dëshmor, dhe kush vdes duke mbrojtur familjen e tij, vdes dëshmor." Sipas këtij hadithi, mos vall Habili u soll gabimisht duke mos luftuar me të vëllan për të mbrojtur? Sigurisht që jo, pasi kjo ngjarje është e ndryshme nga ajo që tregon profeti sallallahu alaihi wasallam. Ai që donte ta vrasë Habilin ishte vëllai i tij, me të cilën kishte lidhje gjaku. Ai preferoi të vdesë sesa të prish këto lidhje gjaku me të vëllan. Me këtë, sikur Zoti na tregon një shembull të rrallë mbi ruajtjen e lidhjeve të gjakut, shumë lidhje gjaku prishen për shkaqe pasurie, fjalë që përhapen, ose pa pasur ndonjë shkak të vërtetë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Mëshira e Zotit nuk zbrek të kanë ata njerëz që kanë në mes të tyre dikë që ka prerë lidhjet e gjakut." Mbajtja e lidhjeve të gjakut nuk është duke u sjellë me të afërmit ashtu siç sillen ata me ty, por është kur ata nuk na vizitojnë, ne ti duhet t'i vizitojmë. Është ajo kur ata sillen me ty, por është ajo që i bëri Habili me Kabilin. Lidhjet e gjakut do të kapen pas surës së Siriatit ditën e Kiametit dhe do të thotë: "O Zot, mos e lejo të kaloj derisa të shlyej detyrat ndaj meje." Ndoshta është ky shkaku që Uthmani radiallahu anhu sakrifikoi veten dhe nuk pranoi që të shkatërrohej luftë mes muslimanëve dhe të priteshin marrëdhëniet e tyre të gjakut me njëri tjetrin. Më pas, Habili i tha të vëllait të tij: "Unë dua që të mbash gjunahun tim dhe tëndin, duke u bërë nga banorët e zjarrit, i cili është përmblimi i kriminalëve. Gjunahu im është se do të më vrasësh, kurse gjunahu yt është se ti refuzove të pranosh gjykimin dhe ligjin e Zotit të Madhërisëm." Kështu, Kabili kreu 2 gjunahe, vrau vëllain e tij dhe refuzoi ligjin e Zotit, i cili gjykonte që Kabili duhet martohej me motrën tjetër dhe jo me binjakën e tij. Me këtë kuptojmë se kushdo që bën një gjuna, bën 2 të tillë njëkohësisht, bën vetë gjunahun dhe kundërshton ligjin e Zotit. Prandaj, ki kujdes o vëlla dhe motër, se nuk është vetëm një gjuna, por janë 2 njëkohësisht. Madje i dyti, të kundërshtosh ligjet e Zotit, është më i rëndë se vetë gjunahu. Natyra njerëzore është e pastër në origjinë, thot Zoti në Kur'an, duke përshkruar atë që ndodhi mes Habilit dhe Kabilit më pas. Ai e bindi veten për vrasjen e vëllait dhe vrau atë. Tani duhet ta ndërpresim pasi është momenti i cilës iftarit, argjërim të pranuar të gjithë argjëruesve. Selamun alejkum.